Shkollat e mesme dhe nënvjeçare të qytetit të Shkodrës janë bashkuar nismës së Ministrisë së Arsimit, e cila ka shpallur këtë vit si vitin kundër dhunës ndaj fëmijëve dhe grave. Fillimisht shkolla e mesme Osokuga zhvilloi një ekspozitë të nxënëses Egi Zaganjori e më pas edhe një aktivitet kulturor. Kjo është ekspozita jeme personale për shkollën, me ndihmën e drejtorisë të shkollës dhe nxënësve. Me këtë ekspozitë tregojmë ngjyrat të cilat transmetojnë jetën. Ne duhet ta duam jetën. Ne i themi po jetës dhe jo dhunën. Dhunën mund ta eliminojmë me vetëm pak fjalë dhe me vetëm pak punë. Ky mund të vazhdojë nga ne, nga secili prej nesh që mund ta parandalojmë duke dhuruar respekt dhe dashuri ndaj njëri tjetrit dhe komunitetit përreth. Ne duhet bëjmë çmos që ta zhgulim këtë fenomen me gjithë rrohet e saj, sa do të thella që mundem me kenë. Edhe një faktor mjaft të rëndësishëm në këtë aspekt ka dhe shkolla. Mbrojnë veten tuaj nga dhuna, sepse askush nuk meriton të abuzohet. Dhuna është shkelje e personalitetit ton, është shkelje të drejtave dhe lirive tona. Të gjithë jemi të barabartë, prandaj le t'i themi jo dhunës. Bashkoheni me ne për një thirrje kundrejt dhunës ndaj grave, ju djem dhe sidomos ju burrat. Asnjë grua nuk është e sigurt derisa të jemi të gjitha të sigurt. Le të mbrojmë njëra tjetrën dhe të parandalojmë dhunën. Sot ditë ne themi jo dhunës. Mëtej shkolla e mesme Shejnaze Juka zhvilloi një aktivitet sensibilizues, teksa nxënësit kishin përgatitur disa slogane kundër dhunës dhe në fund u luajt edhe një ndeshje volejbolli. Gjithë komuniteti duhet me thanë, sikurse edhe komuniteti i shkollës tonë, nxënësit, mësuesit janë të përfshirë në këtë luftë në bashkë me gjithë shoqërinë. Tash nxënësit e shkollës që janë sensibilizu që është në mjes për ditën që është sot, për aktivitetet që do zhvillojmë. Sloganet e tyne janë ato që kanë dalë nga vetë reflektimet e tyne dhe nga perceptimet e tyre në jetën e përditshme për dhunë. Ndryshe nga dy shkollat e tjera, shkolla e mesme 20 nëntori, përveç shfaqjes së një video mesazhi për të gjithë nxënësit, këta të fundit, pas mësimit marshuan në rrugët kryesore të qytetit, duke shpërndarë mesazhe sensibilizuese për qytetarët. Aktivitetet filluan sot me shfaqjen e projeksioneve kundër dhunës në ambientet e gjimnazit tonë, të cilat vazhduan gjatë gjithë ditës. Me pas ne menduam që zërin tonë ta ngrejmë në të gjithë qytetin dhe të shpërndajmë mesazhe sensibilizuese nëpër rrugët e qytetit tonë. Edhe shkollat e tjera të qytetit të Shkodrës zhvilluan aktivitete të ndryshme, të cilat do të vijojnë përgjatë gjithë këtij viti, duke qenë se motoja është ndal dhunës ndaj fëmijëve dhe grave.